në këtë edicion do të ndiqni. Gjendja sigurisë rrugore në komunën e Gjakovës është më e mirë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarët e stacionit policor thonë se ka rënë një të aksidenteve dhe se gjatë këtyre ditëve të fundit nuk ka pasur asnjë aksident me pasoja fatale. Ka përfunduar zyrtarisht gara për Gjakov të pastër. Për shumë ditë në kuadër të garës, përmes shumë aktivitetesh, pastrimi janë bërë thirrje të vazhdueshme për kujdes ndaj ambientit. Hendikos Gjakov dhe Drejtoria Komunale e Arsimit nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Përkundër faktit që në këto ditë ka një fluks më të madh të qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik, gjendja e sigurisë rrugore në komunën e Gjakovës është më e mirë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarët e stacionit policor thonë se ka rënë një të aksidenteve dhe se gjatë këtyre ditëve të fundit nuk ka pasur asnjë aksident me pasoja fatale. Gjakova duket se është në nivel të sigurisë sa i përket numrit të rasteve të kundërvajtjeve dhe veprave penale. Përkundër faktit që në këto ditë ka një fluks më të madh të qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik, gjendja e sigurisë rrugore është më e mirë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Komandanti i stacionit policor Major Milazim Lumi ka thënë për televizionin Syri se ka rënë një të aksidenteve dhe se gjatë këtyre ditëve të fundit nuk ka pasur asnjë aksident me pasoja fatale, me përjashtim të disa aksidenteve me lëndime të lehta trupore e dëme materiale. Major Lumi ka theksuar po ashtu se ka rënë dukshëm numri i rasteve të iniciuara, me theks të veçantë i rasteve të rënda, siç janë vrasjet, tentimvrasjet, vjedhje të rënda dhe të tjera. Përkundër faktit që qeveria e Kosovës ditë më parë mori vendim për lehtësimin e masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, policia vazhdon të monitorojë situatën dhe të shqiptojë gjobat për të gjithë ata që shkelin ligjin anti-Covid. Pavarësisht sfidave, kjo situatë është nën kontroll të plotë të organeve përkatëse, por megjithatë është duke u punuar në vazhdimsi që kjo gjendje të përmirësohet edhe më tej, ka thënë tutje Major Lumi. Ndërsa sa i përket gjendjes së sigurisë në komunën e Gjakovës dhe zhvillimet të përgjithshme në këtë drejtim, zyrtarët policor do të vazhdojnë me aktivitete ku nuk do të ketë asnjë tolerancë për drejtuesit e mjeteve të cilët shkaktojnë kundërvajtje të rënda, e të cilat janë shkaku kryesor i aksidenteve fatale. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëorganizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Organizata e Shoqërisë Civile kanë shënuar sot ditën botërore të mjedisit. Në shënimin e ditës botërore të mjedisit, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libor Naliu, ka deklaruar se lumenjt, pyjet dhe parqet e Kosovës po dëmtohen dhe nuk po përdoren drejt. Andaj edhe ka paralajmëruar ndërmarrjen e hapave konkret në raport me mjedisin. Unë uroj që kjo ditë bashkë me fëmijët tonë e bashkë me gjithë tjetë ditë që na shërben për vedisim në raport me mjedisin. Na sot kemi lumenj të pak, kanë pak ujë. Edhe ata lumenj ujë tëne nuk përdoret drejt. Na kemi pyet pasuna vërtet. Për ato pyet tona pritën jashtëzakonisht shumë. Kemi parqe të cilat po damtohen çdo ditë. Kemi ndërtime të vazhdueshme ku toka jo bujqësore po paksohet për çdo ditë. Prandaj kemi të domosdoshme që të ndërmarrim hapat shpejt. Këtij aktiviteti mënxënës ju bashkua dhe Ministri i Arsimit Arberien Agafsi, ku u bëri thirrje mësimdhënësve që të vazhdojnë aktivitete praktike mënxënës, duke zhvilluar kështu njohuritë e tyre për ambientin. Thirrjet përgjithësi shumë më tepër duhet të bëhen të rriturve, sepse fëmijët jo vetëm që janë shumë të kujdesshëm e kreativ, por edhe janë të kujdesshëm ndaj jo vetëm në shprehje të punimeve si këtu, po edhe në përgjithësi ndaj ruajtjes së mjedisit. Klubet e gjelbërta të shkollave në ditën botërore të mjedisit promovuan konceptin 3R, reduktor, ripërdor dhe reciklo, ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në burim, kompozitimin, artin e ripërdorimit. Gjithashtu në këtë bashkëorganizim morën pjesë organizata si Green Art Center, ATRC, PAMKOS, Let's Center dhe Let's Do It Kosova. Ka përfunduar zyrtarisht gara për Gjakov të pastër. Për shumë ditë në kuadër të garës, përmes shumë aktivitetesh, pastrimi janë bërë thirrje të vazhdueshme për kujdes ndaj ambientit.
Gara për Gjakov të Pastër, e cila ka filluar me datë 2 prill, përfundoi sot. Pjesëmarrës në këtë aksion ishin të gjitha shkollat dhe individët që përgjatë kësaj periudhe janë kujdesur për të pastruar e mirëmbajtur ambientin. Gara ka filluar me 2 prill dhe sot shënohet dita mjedisit, ditë ndërkombëtare, e cila dhe sot më përmbyllet. Hana Bakalli theksoi se fituesit e kësaj gare do të përzgjidhen ditëve në vijim. Sot përfundon gara me 5 qershor, javën tjetër do të mblidhet komisioni dhe do të vlerëson të gjitha lagjet dhe shkollat që kanë pas aktivitete gjatë këtyre ditëve. E besoj që javën e dytë të muajit qershor do ta bëjmë një përmbyllje të kësaj gare, ku do të japen shpërblimet edhe mirënjohjet për gjithë aktivistë, shkollat dhe lagjet të cilat kanë kontribuar në këtë garë. Ky aktivitet u përmbyll me pastrimin e platosë së parkut qendror të qytetit. Hendikos Gjakov dhe Drejtoria Komunale e Arsimit kanë nënshkruar një memorandum të mirëkuptimit. Të dy palët kanë për qëllim të bashkëpunojnë dhe koordinojnë veprimet e përbashkëta në implementimin e aktiviteteve të parapara me projektin Promovimi i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta. Hendikos Gjakova dhe Drejtoria Komunale e Arsimit kanë nënshkruar një memorandum të mirëkuptimit. Brilanta Ballata, drejtoreshe ekzekutive e organizatës Hendikos, tha se qëllimi i kësaj marrëveshje është promovimi i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta. Do trajnohen 100 mësimdhënës që punojnë me fëmijët me aftësi të kufizuar. Pjesa tjetër është vlerësimi i fëmijëve me aftësi të kufizuar që nuk janë të përfshirë në shkollë dhe do të hulumtojmë ata fëmijë që nuk janë përfshirë në udhëkim, do të vlerësohen nga ekipi vlerësues komunal. Drejtori i Arsimit Gjevalini Kolbiba i tha se do të bashkëpunojnë dhe koordinojnë veprimet e përbashkëta. Palët do të bashkëpunojnë në implementimin e aktivitetet të përbashkëta, promovimi i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta. Projekt ky i mbështetur nga Ambasada e Zvicrës, që për qëllim ka ofrimin e shërbimeve për fëmijë me aftësi të kufizuara nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të stafit arsimor mbi hartimin dhe realizimin e planit individual të arsimit, duke u mundësuar edukim jo formal përfshirje në shkolla dhe komunitet. Një çështje preokupuese mbetet mungesa e stafit mbështetës dhe asistentëve gjatë procesit mësimor. Ligji është gjithëpërfshirës, po mungojnë mësimdhënësit mbështetës, mungojnë asistentët, edhe pse me ligj është që duhen t'i kenë, se cili fëmijë me aftësi të kufizuar duhet të mbështeten, po ashtu edhe infrastruktura duhet të modifikohet për një fëmijë me aftësi të kufizuar që është i palëvizshëm fare, po edhe këto nuk janë. Ministri i Arsimit ka angazhuar 100 asistent në nivel të Kosovës, përfshirë dhe komunën e Gjakovës, por sipas Ballatës nevojitet një numër më i madh. 6 asistent janë për komunën e Gjakovës, për flitet që në të ardhmen do të kemë asistent edhe diku edhe 100, po ashtu edhe mësimdhënës mbështetës. Çdo mbështetje për personat me nevoja të veçanta do të kontribuojë për një jetë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse. Ditë më parë është mbajtur kampi U12 në sportin e tenisit i organizuar nga Federata e Tenisit të Kosovës. Pjesëmarrës të këtij aktiviteti ishin 8 teniser të reprezentacionit të Kosovës, prej tyre 3 nga Gjakova. Ditë më parë në Pejë është mbajtur kampi U12 në sportin e tenisit i organizuar nga Federata e Tenisit të Kosovës. Ky kamp është udhëhequr nga kryetrajneri i klubit të tenisit Sporhek Lorik Haxhi Shabani, si dhe trajnerja Viola Peja. Pjesëmarrës të këtij aktiviteti ishin 8 sportistë të reprezentacionit të Kosovës, prej tyre 3 nga Gjakova, Tiara Berisha, Arbresha Gega dhe Erbin Doli, ndërsa në kategorinë U14 nga Gjakova mori pjesë Andra Byci. Përgjatë 5 ditëve, sportistët përveç ushtrimeve fizike kanë mësuar edhe elementet teknike dhe taktike të tenisit. Unë merrem që 2 vjet me tenis, në kampe kam marrë pjesë vetëm një herë dhe shpresoj dhe besoj që në të ardhmen do të marr pjesë në kampet e tjera. Ndërsa në gara ke marrë pjesë?
Po, ka marrë pjesë gjatë këtyre 2 viteve, ka marrë pjesë në 9 turnire. Deri tani vetëm në gjysmë finale kam shkuar. Ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të mëdha në jetë, kemi mësuar shumë gjëra të ndryshme, i kam përmirësuar edhe disa gabime të vogla që i kam pasur në sportin e tenisit, dhe jemi mitësuar më shumë me shok dhe shoqe. Kë më ka animu shumë, do më thonë, kam mësu që me lëviz ma shumë, kam mësu rituale të lojës, kam mësu që më qetësu gjatë lojës. Kryetrajneri Lori Kagji Shabani ka thënë se fëmijët mes trajnimeve mësuan më shumë rreth përgatitjeve fizike dhe ushtrimeve të precizitetit, ndërsa në fund të muajit maj është mbajtur edhe një turne në Prizren në kategorinë U12. Në Kotgar mori pjesë edhe Tiara Berisha. Kom lutë kundër 3 kundërshtarëve, 2 të parat i kom ujtë dhe në finale kom hup. Kom qef më po tenisera ma e mirë në botë, edhe du me i përfaqësu Kosovën në vende tjera. Kampët të tilla do të mbahen gjatë gjithë vitit, ndërsa klubet e tenisit në Gjakov vazhdojnë të kenë synim masuvizimin e këtij sporti tek grupmoshat e reja. Sporti i bardh është bërë më i preferuar i të vegjëlve, të cilët nuk i lëshojnë raketat nga duart teksa ushtrojnë. Ata shpresojnë që në të ardhmen të përfaqësojnë Gjakovën dhe Kosovën denjësisht. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Gjendja sigurisë rrugore në komunën e Gjakovës është më e mirë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarët e stacionit policor thonë se ka rënje të aksidenteve dhe se gjatë këtyre ditëve të fundit nuk ka pasur asnjë aksident me pasoja fatale. Ka përfunduar zyrtarisht gara për Gjakov të pastër. Për shumë ditë në kuadër të garës, përmes shumë aktivitetesh, pastrimi janë bërë thirrje të vazhdueshme për kujdes ndaj ambientit. Hendikos Gjakov dhe Drejtoria Komunale e Arsimit nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me nevoja të veçanta. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-vizvision.tv. Mirupafshim.